Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor ka publikuar të dhënat për 9 muajt e parë të vitit në lidhje me shërbimin e kontrollit teknik të mjeteve që qarkullojnë. Gjatë kësaj periudhe janë kontrolluar mbi 232.000 mjete, nga të cilat 86.3% përbëhen nga automjete 4+1 deri në 8+1 vende, 6.1% përbëhen nga kamion, 4.9% e përbëjnë motomjetet, 0.5% rimorkjo, 1.8% autobus, si dhe 0.4% mjete ndërtimi dhe punime toke. Pjesa më e madhe e kontrolleve, 35% ose 81.251 testime mbi kontrollin teknik të mjetit janë kryer në Tiranë, duke reflektuar fluksin më të lartë dhe përshëndrimin më të madh të mjeteve në kryeqytet. Më pas renditen Durrësi me 31.647 testime, Fieri me 21.455, Shkodra me 16.317 dhe Elbasani me 14.777 testime të kryera mbi kontrollin teknik të mjeteve. Nga ana tjetër, qarku i Gjirokastrës mban numrin më të ulët për numrin e mjeteve që janë nënshtruar kontrollit teknik, që arrin shifrën 4.965 mjete. Shumë prej tyre u riparuan e u rikthyet në qarkullim me standarde më të larta sigurie. Sipas të dhënave të Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor, 56.229 mjete kanë ngelur ose janë refuzuar në testim. Po kështu, 50.735 mjete janë ritestuar pas riparimet, 5.325 mjete të ngelura priten për të paraqitur pas riparimeve dhe 239 mjete janë refuzuar për shkak të problemeve të tilla, si xhama të dëmtuar, goma të tekonsumuara, defekte e mangësi në sistem, mangësi në dokumentacion e të tjerë. Ndërsa arsyet e ngjeles në testime lidhen me 34.4% mangësi vizuale dhe funksionale, 37.6% probleme me sistemin e shkarkimit të gazrave, 13.2% defekte në sistemin e drejtimit dhe 14.8% probleme në sistemin e frenimit. Ndërkohë, mbi 6.128 mjete të vjetra u regjistruan përfundimisht, një hap drejt rrugëve më të sigurta dhe një mjedisi më të pastër. Ky proces përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt rritjes së sigurisë rrugore dhe përmirësimit të cilësisë së mjedisit.